O hoq, ana fal Zoti me vra veten, se nuk kam zgjidhje tjetër, për Zotin shumë keq jam. Vllajim, e lusë Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Jetën na ka fal Allahu i lartësuar, vetëm Zoti i gjithësisë e merr atë. Çfarë do lloj vështirësie të përjetosh, kur mos u dorëzo. Shpreso tek Allahu i lartësuar, jetën tonë ka në dorë Zoti i gjithësisë. Rregulloj raportet me Allahun e lartësuar dhe kish pres tek Zoti i gjithësisë, sepse e ardhmja do t'jetë më e mirë, më e bukur inshallah. Unë të këshilloj ta dëgjosh këtë video. Allahu të rujt. Me emrin e Allahut, mëshiruesit mëshirbërësit. Thot, më është bezdisur çdo gjë. Siç e ngrys e gdhij. Asgjë për të nuk ka më kuptim. Jeta, thot, i është bezdisur. Ndërsa një motër tjetër thot, bie në gjumë, zgjohem herët, e fal sabahun, më pas nis përgatis ushqimin për fëmijët, i nis për shkollë, ndërkohë merrem me sistemimin e shtëpisë, përgatis drekën, kthehen fëmijët prej shkolle, më pas pushojmë pak, i zgjoj të bëjnë detyrat, në darkë, flejmë herët, dhe gjithçka thot është bërë monotoni. Nuk ka diçka të re. Pra, motra nuk është e kënaqur me jetën që bën dhe kërkon një zgjidhje. Ndërsa dikujt tjetër ka arrit çështja saqë i është mërzitur jeta. Don t'i jap fund asaj. Kërkon zgjidhje. Vllai nderuar, motër e nderuar, unë arrit ta kuptoj gjendjen tënde. Mundohem ta kuptoj situatën në të cilën ndodhesh. Dhe të them të drejtën, edhe çdo njeri arrin në një çast të jetës së tij ta mendoj atë që ti mendon. Ose në një moment të jetës e përjeton diçka të tillë. A ka zgjidhje? Patjetër që ka zgjidhje. Gjëja e parë me cilën të këshilloj është që ne duhet të jemi mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar për ato mirësi që na ka dhënë. Të mundohemi t'i përjetojmë këto mirësi që na i ka fali Madhi Zot. Po ashtu, gjithmonë mos e harro atë rregullin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili porosit që mos shikojmë ata që janë lart nesh, por të shikojmë ata që janë poshtë nesh. Vlla dhe motër, ti që ke mundësi të flesh gjumë, sa njerëz sot në ditët tona janë të privuar nga kjo mirësi. Sa njerëz nuk kanë mundësi të flenë gjumë. Sa njerëz në ditët tona ndrojnë jetë, nuk kanë mundësi më të zgjohen, ndërsa ty të ka begatu Allahu i lartësuar. Ti fle gjumë edhe çohesh prej gjumi. Sa njerëz ne i kujtojmë shumë afër që e tërmeti. Në disa vende ndodhen tërmete. Ata ranë në gjumë, por nuk u zgjuan më. Ndërsa ti, elhamdulillah, falënderimi takon Zotit gjithësisë, fle gjumë dhe çohesh. Përmende dhe thej fal namaz. A nuk është kjo një mirësi tjetër? Ta ka mundësu Allahu i lartësuar që të falësh namaz. Ta ka mundësu i Madhi Zot që të vesh ballin në sejdë. Sa njerëz në botë janë të privuar nga kjo mirësi. Ata nuk falen, ndërsa ti, elhamdulillah, fal namaz. Përmend motra dhe thot që përgatit ushqim. Sa mirësi e madhe është të kesh ushqim në shtëpi. Ke me mira njerëz në botë që vdesin nga uria, nuk kanë me çfarë ta shtyjnë ditën, ndërkohë ti lundron në mirësi.
sa mirësi e madhe është të kesh fëmijë, është dhurat prej Allahut të lartësuar. Yehabu limen yasha, Allahu i dhuron kujt të doj. Fëmia është mirësi e madhe. Rreth nesh kemi njerëz që kanë vite të tëra që janë të martuar, por akoma nuk janë furnizuar me fëmijë. Ka prej tyre që shpreson vetëm një fëmijë të ketë, ti qetësohet me të zemra e tij, ti qetësohet syri i tij, ndërsa ty të ka begatu Allahu i lartësuar me fëmijë. Ke disa fëmijë, një falenderues ndaj të Madhit Zot. Përmend dhe thot, rregullon shtëpinë, e përgatit shtëpinë, e zbukuron shtëpinë. Falenderoje Zotin e gjatësisë që ta ka mundësuar të kesh shtëpi e cila të mbron nga ftohti i dimrit, të ruan nga nxehtësia e verës. Sa njerëz në botë sot nuk kanë shtëpi, sa njerëz në botë sot i kalojnë ditët dhe netët e tyre në për rrugë. Si mbules kanë qiellin dhe si shtrat kanë tokën. Ndërsa ti, elhamdulillah, ke një mirësi të madhe, të ka begatu Allahu i lartësuar, ke shtëpi. Sa njerëz sot vuajnë, ndërsa ti, elhamdulillah, je në mirësi. Kujdesesh për fëmijët e tu, rregullon shtëpinë tënde, ndërkohë ka motra të cilat vuajnë, sprovohen në për spitale. Kush kujdeset për fëmijët e tyre, ndërsa ti, elhamdulillah, kujdesesh vetë për fëmijët e tu. Në mbrëmje, ti fle gjumë, pa marrë qetësues, nuk ke nevojë, ndërsa dikush tjetër nuk fle dot, vetëm se duke marrë qetësues. Prandaj, falenderoje Zotin e gjatësisë. Ne shumë shpesh i harrojmë mirësitë e mëdha që na ka dhënë Zoti i gjatësisë. Pse? Sepse shikojmë ata që janë lart nesh dhe harrojmë ata që janë poshtë nesh. Harrojmë ata që nuk kanë, harrojmë ata që janë të privuar nga këto mirësi. Dhe kjo na shtyn më pas që ti nënvlerësojmë mirësitë e mëdha që na ka dhënë Allahu i lartësuar. Dhe një problem tjetër, janë edhe rrjetet sociale, që në to shfaqet vetëm ajo ana e bukur që jetojnë njerëzit, dhe dikush pra shikon ata që janë më lart tij dhe i shikon mirësitë në të cilat gjendet, i shikon me nënvlerësim. Vlla dhe motër, mirësitë kanë nevojë për falënderim që të shtohen, kanë nevojë që ne të tregohemi falënderues ndaj të Madhit Zot, se përndryshe, a di kur e kuptojmë ne mirësinë në të cilën ndodhemi, kur e humbim, ose kur ajo dobësohet. Prandaj, mos jemi si ai populli të cilin e përmend i Madhi Zot në Kur'an, populli i Sebeut, të cilëve Zoti i gjatësisë ju kishte dhënë mirësi pafund. Lëviznin, udhtonin nëpër tokë të sigurt, ndërkohë ata u treguan mohues, i mohun mirësitë e Allahut të lartësuar, dhe Zoti i gjatësisë u dërgoi atyre një vërshim i cili i shkatroi. Allahu na ruajt, vlla dhe motër. Normal, nevojitet që në përditshmëri të bësh ndonjë ndryshim, të bësh diçka më mirë, të përmirësosh diçka, dhe ndër gjërat kryesore që na ndihmojnë që të jemi të lumtur, të jemi të kënaqur, është përmendja e Allahut të lartësuar, është leximi i Kur'anit. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ata të cilët besuan dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit. Me të vërtetë, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pra, boje program ditor, lexo Kur'an, angazhohu me diçka, lexo një libër, angazhohu një herë në javë, 2 herë në javë, të bësh dalësh, vizitosh të afërmit, të ndryshosh ambient dhe gjithmonë lutë Allahun e lartësuar që të t'jap lumturi, të t'jap mirësi, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe gjëja e fundit që të këshilloj është që ti drejtohesh Allahut të lartësuar një të vetëm, ti lutesh atij që të ta lehtësoj çdo gjë.